Pjetër Marubi dhe lindja e studios së parë fotografike në Shqipëni erdhi në një libër të promovuar nga drejtori i Muzeut Marubi në Shkodër, Lucian Bedeni. Teksa flet për librin, Bedeni tregon se Marubi vjen në tetor 1858 për herë të parë në Shkodër si piktor dhe arkitekt dhe jo si fotograf. Sipas Bedenit, është e vetmja figurë e linjës kombëtare që ka një arsimim në arte, ndërsa theksoi se për këtë libër janë dashur 12 vite volumtime në rreth 17 arkiva të ndryshme. Në këtë auditor, e cili në fakt lidhet fiks me pikëmbërritjen e Marubit në tetorin e vitit 1858. Ai në fakt vjen për herën e parë po këtu. Dhe nga këtu fillon rrugtimin e tij, fillimisht si piktor dhe si arkitekt. Pra duhet ta fiksojmë që në fillim. Nuk po flasim për një italian që na vjen në Shkodër si fotograf. Ai vjen si piktor dhe si arkitekt. Dhe siç do ta thojmë edhe në kapitullin e 4, është e vetmja figurë e asaj që ne njohim si rilindje kombëtare në arte, që unë kam kritikat e mia nëse ne duhet ta vazhdojmë ta quajmë rilindje kombëtare apo duhet të hapim një tjetër debat për ndryshimin e këtij konceptit. Kjo në raport edhe me vendet e tjera. Por është e vetmja figurë e cila është e shkolluar. Ka një arsimim në arte. Kështu që Marubi na vjen i tillë në Shkodër dhe më vonë ai vendos që të fillojnë aktivitetin e tij si fotograf. Janë 12 vite hulumtime në rreth 17 arkiva të ndryshme. Në Shqipëni e vetmja ndihim që kanë janë vetëm imazhet, por në fakt më shumë se sa libri ka imazhe, ka dokumente të cilat e lidhin krejtësisht ato që në mendjen time më përpara kanë hipoteza, por që tashmë janë thjesht fakte. Fakte të pakundërshtuara sepse janë të gjitha dokumentet që lidhen me një tjetrin. Pjetër Marubi ishte një italian nga Piacenza, i cili pjesë më të madhe të aktivitetit të tij artistik e zhvilloi në qytetin e Shkodrës.